Ju përshëndes nga studio emisionit Box to Box. Do flasim ditën e sotme për zhvillimin urbanistik të Tiranës. Në 2016 ne kujtojmë që është miratuar edhe plani rregullues i kryeqytetit, por a kemi ne arritur që të krijojmë në një farë mënyrë një qytet të qëndrueshëm? Kemi dhënë leje ndërtimi, por sa kemi arritur që ta shoqërojmë këtë me infrastrukturën mbështetëse. Kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Gent Kaprata, urbanist, pedagog. Përshëndetje, mirë se erdhët, profesor. Po ashtu Gjergji Caca, arkitekt, është bashkuar me ne në studio. Përshëndetje, kënaqësi që jeni me ne. Si edhe zoti Florian Pullazi, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Zoti Pullazi, besoj, ju keni qenë, ne po diskutonim para se të nisnim emisionin, që keni qenë pjesë e Këshillit Bashkiak të Tiranës, në kohën kur është miratuar edhe plani urbanistik i kryeqytetit. Pas shumë orësh debatesh, diskutimesh, u arrit të finalizohej ky plan. Megjithatë, kanë kaluar gati 10 vite, pra një dekadë. Si ka qenë ecuria? Kemi sot ne, apo kryeqyteti aktual konfiguron projektin e miratuar 10 vite më parë? Njerë, nga jo periudhe gjatë, 9 vjeçare, 10 vjeçare, ca. Unë kam qenë aty antar i Këshillit Bashkiak dhe kemi pasur diskutimet shumëta, por duhet ta kuptojmë që materiali që i vjen antarëve të Këshillit Bashkiak për të miratuar është material që është përpunuar nga ekspert, fushës, nga urbanist, arkitekt, nga inxhinier mjedisi, gjitha këto që prekin pjesën e thush gjithë infrastrukturës që përgatisim këtë plan. Tani plani në vetë vete, çdo qytet normal nuk mund të eci pa një plan. Pra, këto janë dokumentat bazë të ecurisë një qyteti, pra edhe nga ana politike, por edhe nga ana ekonomike, pra regulatori i një qyteti është plan urbanistik, por ndërkohë që bashkia ka dhe element tjerë që përfshin gjithë proceset që ndodhin në një qytet normal. Besoj që kishte kohë që Tirana nuk kishte plan urbanistik, nëse e kujtojmë kishte ka pas tentativa për të bërë plan urbanistik, dhe erdhëm në vitin 2016 që jemi Tirana 2030. Dhe aty janë piketat se si do të lëvizte Tirana në këto vite të transformimit. A ka lëvizur ashtu si? Patjetër, ne jemi konshient dëshmitar që ka lëvizur, ka pasur lëvizje të mëdha, po ka pasur edhe projekte të mëdha që janë realizuar në Tiranë gjatë këtyre viteve, patjetër që po. Çdo që ky plan urbanistik, sidomos edhe nga orët e gjata në asaj periudhe që u debatua, besoj që edhe sot e kësaj dite ka interpretimet e veta dhe secili mund të japi pikpamjet e veta se si është zhvilluar qyteti, çfarë ka sjell në ekonominë e qytetit, infrastruktura në qytet, ndërtimet që janë bërë gjatë këtyre viteve në qytet. Patjetër që edhe lejet e ndërtimit kanë pjesë të tyre. Unë besoj që ne sot flasim për një Tiranë tjetër, të transformuar para shumë vitesh, pra nuk e shkoput në realiteti para shumë vitesh. Problematika ka, patjetër që ka problematika, sepse besoj që inxhinierët më ndihmojnë që edhe një objekt, po duash ta ndërtosh do kohën e saj, jo më një qytet si Tirana që flasim për do të kujtojmë që në 2015, para 2015 kanë qenë 11 mini bashki. Ndërkohë me planin rivendor, me prandarjen e re administrative, Tirana sot ka 27 njësi brenda saj, pra ka një shtrije territoriale nga Shëngjergji, pra Kamza, ne jemi kufi me Kamza, Paskuqani, si thuash me Elbasani. Pra zgjeruar në aspektin territorial. Ata ndihmojnë pak? Jo, nuk është puna për ndihmë, ma le që ta mbaroj. Dhe patjetër që janë integruar dhe problematika që kanë bartur për shumë zona rurale me qytetin, dhe vim të ky plani 2016 që besoj që ka sjell një frym tjetër dhe patjetër që ka sjell një zhvillim tjetër edhe ekonomik, edhe social-ekonomik për gjithë Tiranën. Atëre, në ndihmë të bisedës, e parë nuk është se është plani i parë që është bërë, sepse me administratën Basha, me administratën Basha ka tentativa të lutem. Dëgjoj dhe nuk ju citoj gabim. Me planin Basha ka pasur. Kam qenë dhe antar i Këshillit Bashkiak në atë kohë. Patjetër, duhet ta dinit më mirë se unë atëherë. Meqense u ndryshua, po themi, pjesa administrative, Tirana u zgjerua, ishte një justifikim për ta hedhur komplet poshtë atë plan, për të ribërë një plan tjetër në fjalë, kurse në letra disa pjesë u morën nga ai plan. Kjo është e vërteta. Dhe po të flasim për Tiranën, do me thënë, kjo pjesa e mos pasis një plan,
ka qenë që nga, po themi, ligjet, sepse diku mos gaboj 2012-2013, u vendos pjesa, do me thënë, mendësia e re si do planifikojmë në një territor, ndarja e nënjësive e të tjera, sepse deri dje, ose deri para kësaj gjëje, po themi, ishte planifikimi me copza me studime pjesore. Që kjo ishte shumë e keqe dhe, po themi, degradoi shumë Tiranën, por dhe kjo mendësi e re që patjetër që ishte e mirë si mendësi, po si u zbatua, nuk ishte e mirë pasi pika fokale e kësaj mendësie planifikimi ishte diskutimi me bazë të gjerë. Do me thënë që mos ngelej më ajo shtëpia e vogël që ju kishit në krah të pallatit tim të madh 200 kaç, pa u përfshirë tek ky zhvillimi, po përsëri ne po të njëjtën gjë kemi dhe sot. Do me thënë nga ajo që ishte dikur e keqe që u quajt e keqe, tani meqense do ta rregullonin prap nuk është se kemi rregulluar ndonjë gjë. Po pra. Patjetër që gjithmonë dhe fëmia kur rritet, gjithmonë përmirësohet. Do me thënë nuk mund të pretendojmë që Tirana është njësoj me atë të 20 viteve para. Por realisht edhe Flori e Ceku pak, më fal, zoti Kullazi, i njëjti person që ka qenë edhe po themi mendja e këtij zhvillim ka qenë para 20 viteve në Tiranë, që e ka menaxhuar Tiranën. Kështu që nuk është se kemi ndonjë ndryshim të madh në pjesën e kësaj gjëje. Për mua, megjithëse te plani e para nuk janë përfshirë, pothuajse në asnjë konsult, që kjo është kryesorja tek ai plan, shpika kryesore dhe ndaj dhe ai plan sot funksionon i copëzuar. Në çfarë pike jemi në raport me këtë plan të miratuar në 2016? Nuk është bë asnjë konsult për planet, në disa rrethe kur janë bërë po të njëjtat plane, unë kam qenë pjesë e konsultave si ekspert i jashtëm, jo si i përfshirë brenda planit, dhe ka pas rregullime. Në planet Tiranës ka qenë e mbyllur brenda atyre që e menaxhonin për ta projektuar dhe për ta miratuar. Kështu që sot, plani Tiranës, megjithëse duhet të rregullonte, nuk ka arritur për mua as 10-15% të asaj që u tha që do bënte. Dhe realisht nuk është e vërtet, do me thënë nuk është vetëm ajo 2017 ose kur është miratuar plani. Pra nuk është përmbushur, thoni ju, as 15-20% e asaj që është projektuar në 2016. Duhet të dini që plani, po themi i përgjithshëm vendor, ka pësuar ndoshta në dijenin time 2-3 ndryshime, sepse kjo bëhet me miratime me VKM, kështu që nuk është vetëm ai i pari, por ka pësuar gjatë kohës dhe ndryshime sipas interesave të zonës, po themi për zhvillim ose jo, që nuk është e keqe, nuk po e them sensin e keq, por që nuk është vetëm ai i pari i miratuar. Po, zoti Kaprata, kemi arritur, pra përmendi pak që është zgjeruar kryeqyteti, është trirë, është rritur sipërfaqja, por dhe ne dim që është shumë e rëndësishme edhe kur rritet sipërfaqja të shoqërohet me infrastrukturën mbështetëse. Tani kemi arritur ne të krijojmë një qytet të qëndrueshëm. Shiko, këtë e thot, çdo qytetari po t'i vësh mikrofonin, të thot si jeton. Kjo është qyteti. Si jeton një qytetar. Për ta nisur nga plani. Në Tiranë akoma nuk ka një plan përgjithshëm territorial vendor. Ai që është miratuar në Këshillin e Ministrave në KKT dhe në Këshillin Bashkiak, në vlerësimin e arkitektëve dhe urbanistëve, përfshirë dhe mua, nuk është një plan i përgjithshëm territorial, janë një grup i madh tabakësh me letra me shumë ngjyra që nuk ka lidhje fare me planin e përgjithshëm rregullues ose territorial në termat të sotme. Pse ka 1 milion mënyra se si ta them këtë, po e nis nga ajo që për të ndetur brenda pyetjes tuaj, që plani është miratuar ose ky dokument që quhet plan është miratuar në vitin 2016 dhe ne kemi bërë 2/3 e rrugës. Pra jemi në vitin 2025, pas 5 vjetësh, ky plan e humbet fuqinë ligjore. Plani është një instrument. Nëse ky instrument nuk ka shërbyer për përmirësimin e rritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve, atëherë kjo tregon që plani nuk ka pasur synim njëherë për ta bërë këtë, jo më ta bëj. Në këtë kuptim, përderisa plani është një instrument, një mjet, një tools, një quhen si doni, për shembull një sharr shërben për të prerë një gjë. Nëse plani nuk e ka bërë funksionin e vet, atëherë nuk është më plan. Pra Tiranës i ngel akoma detyrë dhe nga kjo duhet ta nisi të bëjë një plan njëherë, pastaj të vazhdojë me gjërat e tjera. Ka disa element
që unë do replikoja në lidhje me atë që ne quajmë plan, paktën në kuptimin e përditshëm, dhe unë vetë e quaj plan, por që në kuptimin teknik e konsideroj që nuk është një i tillë, përderisa nuk shërben. Një nga ato është, ose s'doja ta nisja nga ajo, po sidoqoftë po e them, në materialin e shkruar të këtij dokumenti përsëritet shpesh termi policentrik. Do ta bëjmë Tiranën policentrike dhe ky shërben si një refren i përhershëm. Unë doja të pyesja për së pari kolegun dhe pastaj edhe kandidatin për deputet, di në një pol tjetër ose në një qendër tjetër të Tiranës, pra ka dështuar në këtë kuptim, në këtë drejtim, ka dështuar plani për të krijuar një qytet me të paktën 2 pole, jo më që më shumë. Një çështje tjetër që unë nuk do e prek fare, po thjesht do e zë në gojë, por nuk do e trajtoj, është pyetje orbital. Nuk kam fare asnjë koment për këtë. Një çështje tjetër është që s'do doja edhe këtë ta pyesja, por ja që duhet thënë këtu, grupi punës që hartoi atë plan, mund të jenë arkitektët, ai mund të jetë arkitekt zoti Bojeri, mos gaboj, mund të jetë arkitekti më i mirë i botës. Diskutua gjërësisht aso kohë. Po, mund të jetë më i mirë i botës. Problemi është që ngelet në kuadrin e njeriu të vetëm. Do të thotë që nuk ka mundësi që ky dokument jetë plan përderisa nuk ka përfshirë të gjitha palët e interesuara. A ka plan pa ekonomi? Pra, nëse ka qenë i pasbatueshëm deri më tani, është sepse nuk ka një plan, zonjë, nuk ekziston një plan, po ju them, ekzistojnë ca tabak me letra, me ngjyra. Juridikisht ekziston. Ekziston është tjetër gjë zbatueshmëria. Ju thoni mënyra se si u hartua nuk ishte i zbatueshëm. Edhe një herë. Pra, mbet një neve vizion. tavolin quajmë një gjë dras me 4 këmbë. Nëse s'është kështu nuk e quajmë Është edhe tavolin. në mënyrë tjetër ka pjekse tavolinës, nuk e vazhdoj me 4 Pra, këmbë. ka një përkufizim, unë nuk ju ndërpreva, zotëri. Zotin kandidat për deputet, unë nuk ju ndërpreva. Ase lutem, mos më ndërprit, mos e bëj. Ajo që po them unë që është për çdo gjë ka një përkufizim. Fakti që për shumë arsye ky përkufizim nuk përputhet me gjën, do thotë që gjëja nuk është ajo gjëja që ne kemi vënë emër, po një gjë tjetër. Dhe në kuptimin tim është një tabel. Tani është po duke mos qenë një program. Sa është implementueshëm, i zbatueshëm dhe çfarë ka ndodhur në këto 10 vite është mund të tjetër jetë diskutim. plani më i keq, tani është plani tani. Zoti Pullazi me këto çfarë ishin. Po me çfarë në kush, më falja ta mbaroj të jenë këtë replikën me kolegun dhe do dal nga lëvizja. Politik gjithë. Politikë duhet të flasim për pjesën teknike, por gjithmonë anë interpretim. Zotri edhe një herë, të lutem mos më ndërprit, të lutem e mbarova, e mbylla, nuk dezja. I dashur kolega, mund të thuash kush është përkufizimi sipas teje i konceptit plani përgjithshëm territorial, edhe si përputhet kjo me këtë gjë që ti thua që është plan. Edhe këtu e mbyll. Do me thënë instrumenti i planit të përgjithshëm vendor, që është instrument ligjor, që është poshtë ligjit si instrument juridik, duhet të përmbledhi, të mbajë gjithë zonën ose kufirin administrativ të, po themi, bashkisë ose njësisë të administrimit vendor, i cili duhet të ketë gjithë rregullat dhe të zhvillimit me të gjitha të dhënat karakteristike që mos të hyjmë në detaje, po themi me të gjitha rrugët, ose është përkufizimi si e ke në ligj. Zotri, ke një ligj, tani në qoftë se nuk e di, ke një ligj se si duhet të jetë plani. Në me thënë, ke një ligj, dhe në bazë të ligjit, a i plan juridikisht. Po flas për kufizim, zotri. Nuk po flas për kufizim ku, në Honduras apo në Tiranë. Po flasim për një plan, sipas, në me thënë, plani, në pjesën juridike, unë jam dakord që mund të jetë 10-15% i zbatuar, ose mund të jetë më i keq. Çfarë do të thotë çfarë madhe dikte? Kupton se si flisni kështu pa pikën e përgjegjësisë. Ti ke ardhur me një titull tu je arkitekt, si flisim do që 15-10%. Patjetër ju jeni urbanist dhe duhet ta dini më mirë. Po jo, unë po të them me përgjegjësi të plot, nuk ka problem që përgjegjësi ti po thua se plani 10% është çesharake fare më. Të thuash të arrish në përfundime kaq të mëdha shkencore që mund kërkojnë 2 vite, 3 vite punë testime. Ku doli kjo analizë që plani është realizuar vetëm 10%? Jo, atë po them unë. Vetëm për lutem një analizë që thua po atë po themi, po kot kundërstove. Po them që ne nuk mund të dalim në një përkufidim, Ju debatin e kam me të vërtetën se kam me ty fare unë se di. Po sepse po më kërkon mua llogari ku Po sepse ti zotri vjen më ndërpret mua dhe thua ka një plan. Ma shpjegoj po pra sipas ligjit ka një plan. Ç'do të thotë sipas ligjit? Po sipas ligjit më kurse që është ndjekur procedura. Po edhe ai s'është vërtet, është një gënjeshtër e madhe dhe ti po bie në kundërshtim me veten sepse ti e nisi këtë histori duke
duke thënë që nuk janë ndjekur procedurat për gjithë përfshirjen e qytetarëve në proces ose palët interesuar. Atëherë si që nga ligjë në rregull nëse është kërë ligji. Tjetër gjë ta mohojmë, është tjetër gjë tani. Zotizojnë mas po mohoj gjë për bërë kufizoj. Tani ne duhet Ore Tirana mund ta ketë një plan vetëm nëse përkufizon konceptin e planit, jo nëse ka një ca tabak që ngjan me planin. E kemi në një plan regulues me që se kemi një debat politik këtu. Tani është teknik. Një dokument miratuar me votat antarëve të qytetit bashkiak. Dhe ka kaluar që instanca ligjore, çfarë po flasim tani? Pikërisht pra se është nuk është instrument urbanistik po që është miratuar me shumë. Mos i futemi diskutime me veta. Ndërkohë, unë di të them që një institucion ka një shumicë, ka dhe pakicë. Ai plan mori miratimin e shumicës. S'ka pikën e kuptimit të zotri, unë po them tjetër gjë komplet. Unë nuk jam dakord. Po flasim në dy shkolla të ndryshme. Ti po flet në shkollën e politikës. Të them, jo më nuk po flas vetëm për politikën, po flas. Ti po thua është ndjekur ligji më. Sot që jam një detyrë, jam 7 vite gjysmë administrator. Prandaj është në Tiranë kështu. Njësisë ku ke qenë dhe ti banor aty, duhet se jetë banor akoma. Të njësisë? Njësisë 2. Jo. Njësisë numër 2. Po ke qenë aty. Ju kam gënjur, e mbani kohë, po e lodhni atë patronazhistin kot. Nuk lodhet patronazhisti, po ja, ti prapë do bësh politik. Unë po të them. Po jo, s'është politik, po kjo është drejta e njeriut, është politika. Shpjegoj diçka, Që ka shumë e vështirë të zhvillë. Kjo është drejta e njeriut, por ti më ke vënë për gjysmë mua, edhe e di edhe ku banoj unë, di edhe çfarë ju. Është normale po. Është normale se po të them për Është normale, nuk po të them për. Është normale po të dish ti gjërat e mia. Edhe i thuash në televizor. Dëgjoj tani. Tani të flas diçka. Ka një vendim politik që është antar të Këshillit Bashkiak që merret me këtë. Po jo të na shpjegoj. Urbanistika, nuk po të shpjegoj leksionet urbanistike sa do të bëjmë gjithë. Unë flas në kuptimin shkencor, jo në kuptimin juridik. Në kuptimin juridik, megjithëse edhe ai ka problemet e veta. Interpretimet e veta, por besoj. Interpretim teknik fare, unë them është mirë që kemi. Me që të themi ke pjesa. Shiko, nuk është e mirë që vazhdojmë këtë debat. Di çfarë, sepse kemi 5 minuta që diskutojmë ka. Dhe qytetarëve i interesoj të dinë, a ka një shkollë afër, a ka një park ku mund të ka një hapësirë të gjithë të flisni për këto. Po 48 shkolla të reja. Po të gjitha ambiente sportive. Po mirë pra brenda këtij plani kanë. Po jepni 10 milion, 11 milion metra katror për tim të rinj po ndërtoni edhe shkolla. Që kanë ardhur në tim komunitete ndryshme. Po i kemi aty në territor, hajde të shkojmë kish. Hajde të shkojmë bashkë. Hajde të shkojmë ke shkolla bashkëfino ta shkojmë bashkë. Hajde të shkojmë ke shkolla. Ajo po është e re kam dëgjuar. Po jo më nuk e dëgjuar, është e re. Nuk është me dëgjuar. Por keni dhënë leje. Ka dhe qerdhe dhe kopësht aty brenda. Po e kalojmë këtë çështjen e planit. Po këto pra janë plani, ky është plani. Ata që e dinë që është urbanistika e kuptuan. Kjo është plani, jo më ato që nuk është koha atë. Nuk e keni vetëm ju patentën e urbanistikës më burse tani po me emrin dokëmtar. Stefano Boeri që i ka vënë këtij plani. Patjetër pra. Se ke idenë kjo rrezon planin. Pikërisht kjo rrezon planin. Po bëjmë një diskutim do të bërtasim njerëzit që planifikim. E di çfarë po do të thonë. Pas 10 vitesh ne bëjmë një diskutim nëse për ekzistencën e një plani. Tani që unë kam 10 vjet plani aty është. Po pikërisht është dokumenti bazë që referohen gjithë lejet e ndërtimit e gjithë projektet që zhvillohen në territor. Tani a mundet të flasim çik për arritjet me që ju kërkuat? Nuk është kjo çështje. Tani mos kam marrë për arritjet e qeverisë këtu, domethënë ti bëjmë gjërat konkrete, kam marrë për zhvillimin e urbanistikës së Tiranës. Por jemi qytetarë. Nëse keni sjell njerëz që të flasin për arritjet e mëdha të Tiranës, ju lutem aftosh. Unë jam ekspert i urbanistikës, nuk kam marrë fare. Mundet të flasim pak. Ju kemi marrë. Edhe unë në këtë kuptim ju thash. Ju zhvillimin e kryeqytetit. Ja po them pra, zhvillimi është i pa planifikuar njësoj sikur. Po mos të bërtasësh, do harish të dëgjosh të tjerë dhe të kuptosh që nuk jemi për arritjet e qeverisë, apo arritjet e dikujt tjetër që ka dashur të vejë qeverisë. Tani po jo pra se mund drejtuat, po tani projekti i miratuar aso kohë kishte disa apo le të themi plani rregullues i kryeqytetit kishte disa projekte. Zoti Kaprata përmendi disa projekte. Një plan i përgjithshëm në kuptimin teorik s'mund të ketë projekte. Po këto ishin pjesë e planit. Është qesharake, domethënë, është qesharake në kuptimin urbanistik të fjalës. Ata u shpreh gabimisht, por nuk ka ndonjë që i ka lidhje me atë fare. Pjesë po sa që përbijojnë planin. Po s'po flasësh, ne jemi ftuar të gjithë fare vetëm ju kur flasun më. Po mirë, po flet ti duhet të bërtasim të gjithë që të marrin fjalën. Se mund të bërtasim mirë më burr. Ato që që quajte projekte janë ashtu si thua ti. Problemi është që kyt që sapo thatë juve dhe që është i vërtet në dokumentin që ka bashkia dhe është miratuar juridikisht dhe ligjërisht, me problemet e veta, por nuk do vi fare tek ajo. Pikërisht. Nuk mund të ketë në teori
një plan projekte konkrete, një plan i përgjithshëm territorial, jep vizionin se si do zhvillohet qyteti. Unë kam një pyetje. Po. Për sa banor do zhvillohet Tirana sipas planit? Po, për 1.6 milion banor mos gaboj. E dini ju sa është Tirana sot? Na e thot Instati 500.000 banor. Sa more? Prandaj 500.000 banor. Prandaj ky zhvillim që ka njohur Shkë deklarat mëse shumë Për këtë ka të drejtë. duhet ta vesh, jo nuk është kaq, është më lart. Ke regji, pyet regji më thonë Është më lart. Është më i lartë. Tani Po jam nuk studiosi ka asaj bëjmë fushë do të kakofonie. 500.000 banor, pra ka 3 herë më pak. Tani këto pyetje duhet i kish bërë Kjo këto është 2017 pyetja tani, se kur këto janë të ne ndoshta nuk kryera, jemi po. në nivelin e 1.6 milion banor që ka kryeqyteti, Shkamë. po kur u hartua dhe u miratuar ky plan rregullues, gjasat ishin që Tirana do të rritej numerikisht paktën, sa i takon numrit të banorëve, do të rritej në këto nivele. Për rrjedhoj, deri diku justifikohej edhe leja e ndërtimeve që janë dhënë vit pas viti dhe që ka njohur rritje. Tani në kushtet e të tjerët që mos të ndërpres, unë me këtë jam totalisht kundër, këtë që sapo theti që justifikohet 11 milion metër katror ndërtim, por nuk dua të flas unë pafundshëm që po të ligjë. Jo, nuk po e them unë, por në momentin që janë lëshuar kaq shumë leje ndërtimi, ky pyetje që shtroi dhe Tirana ka ardhur duke u tkurrur në aspektin e banorëve. U arsyetuan me këtë gjë, që Po pra, u justifikuan, u ligj e tjerë, unë po e parashtroj në mënyrë të tillë, nuk po nxjerr unë konkluzione. Jo, po prandaj po them, prandaj s'është plani. Këtë po mundohem të shpjegoj. Ju e vazhdoni tani që mos të ndërpresni pa fund, dhe ne e trajtojmë pak më poshtë, nëse do më vi rradha mua për të folur. Mos të ndërpresni të tjerë dhe kanë fjalën. Tani, përpara se të ndalemi te ky raport ndërmjet lejeve të ndërtimit dhe numrit të banorëve sipas projeksioneve që ishin bërë aso kohe. Unë dua të mbetemi pak tek projektet, nuk ishin termi i duhur, por që i parashikonte. Po nuk do të thotë janë vizion, po mi më çfarë rëndësie ka terminologjia tani, të mbetemi pak pas fjalëve. Nuk do kapemi pikërisht pra, sepse nuk ka sens e gjitha kjo. Tani pylli orbital, Unaza e 2 dhe 4, parku botror, Unaza e gjelbër dhe blu, Tirana policentrike që përmendi zoti Kaprata, shkollat e hapura, ruajtja e pasurisë arkitektonike, sistemi i ri bujësor që ishte regjistrimi i tokave bujësore në kurorën e Tiranës, rrjeti i korsive, transporti që ishte për të krijuar një lloj frymarrje brenda kryeqytetit. Tirana e aksesueshme për t'i dhënë gjithkujt mundësinë që brenda një kohe të shkurtër të shkonte në vendin e punës, të dërgonte fëmijët në shkollë etj. Tani sa prej këtyre, duke qenë se janë bërë një dekadë, janë realizuar deri më tani. Tani po kërkon me përqindje apo jo nuk po kërkoj, për shumë pylli orbital. Po ta marrim Unaza madhe, Unaza e vogël dhe Unaza madhe. Pra flasim për Unazën pra. Po. Sot e kemi Unazën? Kemi një Unazë sot qytetit Unaza Tiranës? madhe, po. E kemi një? Po, Tirana e ka Unazën sot. Pra ja ku dolim ke një ka ato. Po, a është si duhet apo jo? Sepse duhet ti kemi, jo vetëm ti kemi, po vetëm ti kemi. Unë kërkoj që t'ishte një autostradë si po është pra. Më keq kuptuar. Po pra, është si duhet. Po pra, është puna që ajo Unaza është, patjetër që është Unaza. Unë e kam folë dhe në studio me Adën që Unaza është dhe i bën shumë mirë, patjetër. Problemi i nyjeve, i hyrje i dalje në qytet. Dhe kjo Unazë, po nuk është puna jo, patjetër më kur të mbaroj, nuk po them për ditët fundi janarit, sepse thatë fundi janarit, edhe jemi në fund prillit e s'po mbarojnë dhe ato hyrje dalje, po gjithsesi nuk është kjo problemi.